Banorja e Big Brother VIP Kosova Dolce ka shkaktuar një valë diskutimesh pas hyrjes së saj në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali, duke zbuluar detaje të papritura rreth statusit të saj sentimental. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Pas një nate të mbushur me emocione, Dolce u pyet nga banorët e Grande Fratellos për lidhjen e saj brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ajo mohoi kategorikisht çdo lidhje, duke theksuar se nuk është në lidhje dhe se nuk ka asnjë angazhim serioz me ish-partnerin e saj nga Big Brother VIP Kosova. Por deklaratat e saj nuk përfunduan këtu. E pyetur për ndjenjat e saj aktuale, Dolce bëri një shpërthim të papritur, duke lënë të kuptuhet se ka një afërsi me dikë, por pas një element romantik. Kjo ka ngritur shumë pikpyetje në mesin e fansave dhe ndjekësve të saj. Kam një lloj afërsie me dikë, por jo pëlqim romantik. S'kam dashuri ose lidhje me askën në Big Brother VIP Kosova, tha Dolce brenda shtëpisë së Grande Fratellos.